Asnjëherë mos e varni peshqirin e kuzhinës në derën e furrës, ja pse. Shumë anvisa për vite me radhë zgjedhin të varin peshqirin e kuzhinës në derën e furrës pasi ai është menjëherë i disponueshëm sa herë që ato kanë nevojë për të, por kjo nuk do të thotë se është e drejtë. Dera e furrës në fakt është vendi më i keq sipas ekspertëve në kuzhinë për të varur peshqirin. Kjo pasi doreza e furrës është e mbushur plot me mikrobe dhe tërësisht me mbetje ushqimore. Po ashtu është pjesa e kuzhinës në të cilën shumë antarë të familjes ndoshta e prekin edhe disa herë gjatë ditës. Më e mira që ju mund të bëni për këtë aspekt është që ju të keni një varëse pranë furrës vetëm për peshqirin tuaj, dhe kështu ju do të arrini që të shmangni shumë probleme shëndetësore, të cilat mund të ndikojnë në jetën tuaj. Prandaj tregoni të vëmendshëm.